Punimet që po zbatohen në pjesën e parë të autostradës Tiranë-Durrës deri tek mbikalimi i Rinasit pritet që të mbyllen brenda javës së parë të majit, duke hapur plotësisht atë. Gjatë inspektimit që Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi zhvilloi këtë të njëjtën në këtë aks, ai tha se planet janë në vazhdim për këtë projekt, por edhe një sër të tjerë është lidhur me të, ndërsa bëri të ditur se do të vijojë puna për zgjerimin e pjesëve të tjera të segmentit Tiranë-Durrës dhe procedurave që lidhen me to. Sot në aksin Tiranë-Durrës, që në fakt është edhe aksi më i ngarkuar për sa i përket trafikut në gjithë Shqipërinë. Kemi hyrjen në qytetin e Tiranës nga pjesa e Veriut, po ashtu hyrjen nga pjesa e aeroportit të Rinasit, por dhe lidhjen me qytetin e Durrësit, që tashmë Tirana me Durrësin patjetër ka një bashkëpunim shumë të ngushtë ekonomik. Dhe për pjesë turistike, për pas pjesës së Durrësit që lidhen me Begdetin. Ndërkohë, ky segment është një segment i rëndësishëm. Ne gjendemi këtu në punimet që po bëhen në 6 kilometrat e para të këtij segmenti. Patjetër kemi patur operacion të vështirë në gjatë zbatimit të tij, sepse ne jemi përpjekur që mos të pengojmë qarkullimin e lirë të mjeteve. Madje është vendi edhe t'i themi gjithë qytetarëve le themi ndjesën përkatëse, por edhe falenderimin për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur gjatë gjithë ndërtimit të kësaj vepre. Patjetër, dëshira jonë ka qenë që ta kishim përfunduar brenda muajit dhjetor të vepër, dhe në fakt deri në pjesë punimet kishin nesër në ritme shumë të mira, por fatkeqësisht ne jemi gjendur në këtë dimër, një dimër shumë të lagësht, që patjetër kanë krijuar dhe situatën e pak shtyrjes në kohë edhe të asfaltimit, por edhe hedhjes së shtresave të nevojshme. Në kontratë ne vazhdojmë të jemi brenda kushteve të kontratës, pra ne kemi brenda muajit korrik dorëzimin e këtij aksi. Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, nënvizoi se punimet për 2 projekte të tjera si bajpasi i Tiranës dhe Kashar-Lekaj janë në vijim. Kreu i ARSH-s solli në vëmendje se projekti që pritet të nisë për autostradën i cilësuar si arredimi urban dhe që synon gjelbërimin, akustikën dhe ndriçimin, ndërkohë që do të vendosen edhe të gjithë mbikalimet për këmbësorët, ashtu siç kanë qenë më parë. Sipas tij, nga 5 mbikalime janë në funksion vetëm 2, por në vijim do të plotësohen 5 prej tyre, pasi zgjerimi i autostradës kërkon edhe shtim të tyre. Që brenda fillimit të muajit të ardhshëm ne të jemi gati për hapje. Konkretisht jemi në lotin 1 ku po vjen asfaltimi. Është e drejtë, qytetarët kishin pritshmëri që ne duhet të hapim në fund dhjetorit, por për një sër arsyesh, por unë do thoja më shumë për faktin e ngarkesës jashtëzakonshme që ka ky aks. Paksa ky aks është një aks që kalojnë 90 deri 120 metër në ditë normale të javës. Ndërkohë që ka pas edhe disa punime të cilat ne jemi të detyruar ti dëgjojmë dhe të përpiqemi t'i adresojmë, duke qenë që këtu aksesi ka qenë normal në autostradë, ndërkohë që ju e dini fort mirë që ne tani do bëjmë një upgrade për një përmirësim të kategorisë rrugore, duke kaluar edhe në kategori A. Shka nënkupton që dhe aksesi do filloj të limitohet për të gjithë subjektet, dhe kjo na ka krijuar një vështirësi të madhe dhe vonesa në kohë, sepse jemi të detyruar të bëjmë menaxhimin e trafikut. Një tjetër çështje në vëmendje është ajo për mbikalimin e Laknasit dhe Rinasit, ku nënvizua se do të vijojnë punimet dhe se ndërprerja e qarkullimit në autostradë do të jetë në një gjatësi vetëm 200 metra në korsinë e tretë, duke mos dhënë kështu efekt tek trafiku i përgjithshëm rrugor.